Pakt kaloresiak. Ku mbaroi tregtimin në Siri, Ebu Talibi u kthye në Mekë me nipin e tij, i cili vazhdoi jetën vetmitare si më parë. Por gjagjellarët e tij u kujdesën që ai, sikurse dhe Abasi e Hamzai, të merrte një farë përgatitjeje në përdorimin e armëve të luftës. Hamzai ishte destinuar qartësisht për t'u bërë burr shtatfort, i dhuntisur me fuqi të mëdha fizike. Ai tashmë ishte shpatar e mundës i mirë. Muhamedi ishte me 7 mesatar e fuqi mesatare. Ai kishte aftësi të spikatur për shigjetari dhe premtonte të ishte harkëtar i shkëlqyer si pasardhësit e tij të mëdhenj, Ibrahimi Ismaili. Një dhëntie fort për këtë qëndronte te fuqia e tij e shikimit. Ai kishte nam se mund të numëronte jo me pak se 12 yje të yjesisë Plejadës. Aso kohë Kurejshet nuk ishin përfshirë në ndonjë luftim, përveç një konflikti me ngërçe, ndërprerjeje, që u njoh si lufta përdhosëse, sepse kishte filluar në njërin prej muajve të shenjtë, një plang prishës, i fisit të Kinanës. Kishte vrarë pabesisht një burr të amirëve, njërit prej fisëve Havazine të Nejdit. E ishte strehuar në qytetin e padepërtueshëm fortesë të Hajberit. Rjedha ngjarjeve ndoqi modelin e zakonshëm shkretinor, deri kërkonte hak, kështu që fisi i vrarit sulmoi Kinanet, fisin e vrasësit, dhe Kurejshet u përfshin disi palavdishëm si aleat të Kinanëve. Konflikti u zgjat për 3-4 vjet, gjatë të cileve pati veç 5 ditë luftimi të vërtet. Kryeplaku i fisit të Hashimit. Aso kohë ishte Zubejri, vëllai plot i babait të Muhamedit, sikurse Ebu Talibi. Zubejri dhe Ebu Talibi e morën nipin me vete në njërin prej betejave, por thanë se ishte tepër i ri për të luftuar. Megjithatë, e lejuan të ndihmonte, duke mbledhur shigjetat armike që nuk i kishin kapur shënjestrën e duke u dhënë gjagjellarëve që t'i gjuanin mbrapsht. Por në një nga betejat vijuese, ku Kurejshet dhe aleatët e tyre e patën pisk, e lejuan të tregonte aftësinë si harkëtar dhe ai u lavdërua për guximin e tij. Lufta ndihmoi që të ndizi pak natësia në rritje që ndjen çdo bashkësi sedentare dhe ligjit të shkëtëtirës. Shumica e përjetësve Kurejsh kishin udhëtuar në Siri dhe kishin parë vetë drejtësinë relative që mbizotronte në perandorinë romake. Edhe në Abisini ishte mundur drejtësia me anë të luftimit, por në Arabi nuk ishte sistem të krahasueshëm ligjor, me anë të cilit viktima e një krimi ose familja e tij të kompensoi, dhe ishte natyrshme që ashtu si shumë konfliktet e tjera me parë, lufta për sakrilegj të nxiste shumë koka për të menduar rrugë dhe mjete për të parandaluar që njëta gjë të përsëritej. Por kësaj herë rezultati ishte më shumë se mendime e fjalë të thjeshta. Sa u takonte Kurejshëve, ekzistonte tashmë një gatishmëri e përshtatshme për të vepruar. Dhe ndjesia tyre për drejtësi u vu në sprovë nga një incident skandaloz që ndodhi në Mekë në javët e para pas ampushimit. Një tregtar nga porti i Gjemenas, i Zabitit, i kishte shitur ca madra me vlerë një burri nga parja e klanit Sam. Me t'i marrë këto, Samiti refuzoi të paguante çmimin e premtuar. Tregtari mazlum, siç e dinte fare mirë zullumçari, ishte i huaj në Mekë e nuk kishte aleat ose mbështetës në qytet, të cilit i lypte ndihmë. Por ai nuk e la veten të friksohej nga vetësiguria pa fytyrë tjetrit, dhe nga shpati e Bukubejsit u bëri thirrje Kurejshëve në tërësi me gojtari buqitëse e të furishme, që haku të çojë në vend. Një përgjigje e rrufeshme erdhi nga shumica atyre klaneve që nuk kishin aleancë tradicionale me Sahmin.
Kurejshet ishin të prirur mbi të gjitha për të qenë të bashkuar pavarësisht nga klani, por brenda atij bashkimi ekzistonte ende një përgjigje e mbret për të qarën që i kishte ndarë mbi trashëgimin e Kusejit. Në dy grupet e parfumosurit të aleatët dhe Sami ishte i aleatëve, djeri nga prijesi të grupit tjetër, ndërmjet të kamurit të Mekës asë kohe ishte prijesi i Temit, Abdullah ibn Gjudani, i cili tani ofroi shtëpinë e tij si vend tubimi për të gjithë dashamirët e drejtësisë. Një nga parfumosurit mungonin veç klanet e Bushemt, e Nuer, Hashimi Mutalibi, Zura, Esedi dhe Temi ishin përfaqësuar të gjithë dhe atyre ju bashkua Adiu, që kishte qenë i aleatëve. Më të vendosur pas një diskutimi serioz se duhet themeluar një rend kalorestiak për mbështetjen e drejtësisë dhe mbrojtjen e të dobtëve, ata shkuan si një trup në Qabe, ku hodhen ujë mbi gurin e zi, duke lënë të rriste në një enë. Pastaj secili piu nga uji i shenjtëruar kësaj dhe me duar të djatha të ngritura mbi krena, u betuan se tani tutje për çdo rast në përkëmbjeje në Mekë do të ngriheshin së bashku si një trup i vetëm në anën e të shtypërit kundër shtypësit. Gjërsa haku të bie në vend, qoftë nëse i në përkumbëri ishte Kurejsh apo i ardhur. Samiti u drejtua në vend që të paguante borxhin dhe asnjë nga klanet që ishin tërhequr nga pakti nuk i ofrua ndihmë. Bashkë me prijesit e Temit, Zuberi i Hashimeve ishte ndër themeluesit e këtij rendi dhe solli me vete nipin e tij Muhamedin, i cili mori pjesë në betimin dhe do të thoshte më vonë: isha i pranishëm në shtëpinë e Abdullah ibn Gjudanit, të një pakt aq i shkëlqyer, saqë nuk do të nderoja vendin tim në të për një tuft devesh të kuqe. Dhe sikur të thërritesha atje që jemi në Islam, do të përgjigjesha me kënaqësi. Një tjetër nga të pranishmit ishte kushërieri i parë mikpritësi Ebu Kuhafe i Temit, bashkë me të birin Ebu Bekrin, që ishte një vita 2 më i ri se Muhamedi dhe do të bëhej miku i tij më i ngushtë.